javët që vinë. Lidhemi tani me doktor Shapon në Londër, ja ku është Lajdoni që është për ne në lidhje të drejt për drejt. Faleminderit doktor Shapo. Dua të filloj me njëherë të heqim për kuriozitetin e përgjithshëm të karakterit të thashë themnajës që shoqëron gjithmonë gjykimin e shqiptarëve, sidomos kur është fjala për vende të tjera, ta heqim pak një lloj perceptimi që ne kemi që çdo vend vuan, nuk vuajmë vetëm ne. Pra, si është sot marrëdhënia e shtetasve të Britanisë së Madhe me NHS-in e tyre, me sistemin e tyre të shëndetësisë? Është ky sistem në krizë, siç flitet vazhdimisht, sidomos në fushata elektorale? Faleminderit për ftesën, Adi, dhe faleminderit dhe për pyetjen. Pyetjet janë dhe kërkojnë sinteza, nuk janë pyetje të thjeshta. Unë nuk jam zëdhënës i kërkujt, bëj analizat e mia të drejtuara me tehun e shëndetit publik, po duke qenë që jeta më ka hedhur të bëj dhe politika dhe strategji dhe të merrem me një sër gjëra që kanë lidhje me vendimarrjen, unë do përpiqem të bëj një analizë shkurt të një sistemi i cili futet tek sistemet universale të shëndetit, të kujdesit shëndetësor, pra free, pra falas, duke qenë që jam njeri që ndjek shumë për kufizimet, për mua ato janë të jetë të rëndësishme, duhet të kuptojmë qartazi që nuk kuptojmë me sistem shëndetësor universal. Është ai që i ofrohet të gjithëve. Në Britaninë e Madhe i ofrohet rreth 58 milion personave që kanë të drejtën e qëndrimit të plot dhe me pasaport, ndërkohë që emigrantët kanë kategori të caktuara. Pra, është falas në pikën e marrjes. Dhe që në kupton kjo, në kupton që në rast se kemi një problem emergjent, ai ofrohet falas. Pra, është në pikën e parë të kontaktit. Për sa i përket asaj që në rast se ke thyer ose ke probleme për të bërë një hip replacement që quhet, dhe listat e pritjes janë të gjata në sistemin e NHS-it dhe ti do ta anashkalosh këtë përmes siguracioneve private, këtë mund ta bësh shpejt në privat. Kushton një djalë gjysmë dhe vetëm ashtu ti kupton se sa do kushtonte në rast se marr shembullin tim personal për të vënë ca pika mbi i, jo më larg se qershorën vjet, bëra një ndërhyrje dhe hoqa shikëzën e tëmthit. Kjo u bë përmes sigurimeve shëndetësore private, por letrat që erdhën në shtëpi për të gjithë procedurat, për që gjithë testet biolaboratorike, ndërtjen 2 net në spital si diabetit 1 etj, kushtuan jo pak, po aty ke 17 deri 20.000 pound. Pra, duhet kuptojmë një gjë, që megjithëse ne e konsiderojmë falas, është një sistem i cili thith glaboron rreth 18% të ardhurave shkojnë për të financuar shëndetin dhe kujdesin shëndetësor, për cilave 4.5% janë nga rrogat tona. Pra, kjo duhet me pas parasysh. Pse e them këtë? E them këtë sepse po të bëj krahasimin me sistemeve, më del dhe më rezultojnë që një nga problemet kyç të sistemit shëndetësor shqiptar, i cili tentoi të ndiqte sistemin shëndetësor falas, është që ra në prapanic. Pra nuk kishte këllqe. Që nuk kupton këllqe, nuk kupton që dhe vetë sistemi britanik ka plot porozitete, ka plot problematika të cilat lidhen me burimet njerëzore. Për momentin jemi në 3.2 mjek për 1.000 banor. Shqipëria është në 1.8 për 1.000. Këto janë të dhëna, të cilat nuk janë subjektive, janë objektive, janë ato që ka shkojnë në BSH. Ndërkohë Gjermania ka 4.5. Më duket se një 0.5 nga ne i ka shkuar Gjermanisë gjithë këto vite. Nga ne Shqipëria? Nga ne Shqipëria. Jo nga ne Britania. Nga ne Shqipëria. Britanikët tentojnë të shkojnë në Zelandën e Re, Australi etj. Dhe në Amerikë. Por problemi është ky që unë do të jap një shembull vetëm. Në momentin që ne mbaruam fakultetin e mjekësisë në 92-shin, na lanë pa punë
aso kohë, në pretekstin që kemi më shumë mjek për 1000 banor se ç'na duhet. Në atë kohë, po t'ju referohesh shifrave, bëhet fjalë që kishim 1.3, 1.4 për 1000. Tani në 2021 e kemi sipas shifrave 1.8 për 1000. Dikush më thotë rebe, jemi më mirë ma buri dhe jemi më mirë. Çfarë halli ka? Po relativiteti i Einsteinit funksionon këtu. Po, ka plot halli këtu. Pra, ti pyete për NHS-in. NHS-i, përveç burimeve njerëzore, ka burime financiare problematike. Dhe nëse kemi ne,